Në Qendrën e Kulturës në Tetov, u mbajt edicioni i 14 i festivalit Teuta, një ngjarje që prej vitesh ka ruajtur gjallë dhe ka promovuar magjinë e këngës qytetare. Këtë vit, festivali mori një domethënie të veçantë, pasi rastisi në 20 vjetorin e themelimit të korit të grave Teuta. Jubileu u shënua me një dhuratë të bukur për publikun, himnin e grupit, pra këngën Teuta, të shoqëruar me një videoklip të xhiruar në disa vende më të bukura të qytetit të Tetovës. Dhe për të folur sonte për këtë rrugtim, për festivalin, këngën e re dhe përvojën e saj personale brenda këtij kori, kemi kënaqësinë të mirëpresim zonjën Flora Kasapi Sherifi. Urdhoni zonja Flora, urdhoni. Mund të vijë. Po, faleminderit shumë që more rrugën dhe erdhe për ne. Vendi juaj është këtu, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Respekt për ju, faleminderit për thirrjen. Është kënaqësi, e tash edhe më kënaqësi kur kemi për çfarë të bisedojmë diçka të bukur, diçka të mirë që ju e sollët. Unë me shumë kënaqësi e mora klipin pak më herët dhe e analizova, i pash. Një klip shumë i bukur, një projekt shumë i mirë, një rumbullaksim i këtij 20 vjetori të festivalit, një himn i mrekullueshëm. Zonja Flora, fillimisht ndalim edhe sigurisht është një surprizë e këtij viti. Kush ishin bashkëpunëtorët, kush ishin ata që ju shtyen që ta bëni këtë klip? Në fakt, unë fillimisht do bëj një përshëndetje, pikërisht për ty, televizionit dhe të gjithë ato që na mbështesin. Ky grup ka kohë që kërkon të ketë një diçka të vetën. Një simbolin e vet, një pasaportën e vet, ka që 20 vite që ekziston edhe këngët kanë qenë gjithmonë të ndryshme, normal të grupit, por diçka e grupit nuk ka qenë. Dhe për këte, kemi pas në shumë dëshirë. Këte realizoj me një përkushtim të madh, që duhet të përmendet gjithsesi Nexhat Mujovi, një artist, një simbol i artit, një njeri që të thush faleminderës është shumë pak. Virusi është një djalë me një karakter që nuk ekspozohet aq sa meriton. Ndoshta edhe nuk e lavdrojmë aq sa e meriton, por në këtë rast meriton një falënderim shumë të madh nga gjithë grupi, nga gjithë qyteti, se të bësh një punë të tillë dhe të marrësh aq kohë, për atë është diçka shumë e madhe. Se ati koha i kushton shumë. Dhe ai me dëshirën më të madhe na e ka bë një peshqesh, të them kështu, me shumë dëshirë, me shumë sakrificë dhe me të vërtet meriton jo për kulje, po diçka më tepër, unë e dua shumë si individ, unë e dua elitën 5, se kultura në Tetov me elitën. Me elitën njihet edhe identifikohet. Me elitën 5, aty jemi edhe grupi i grave Teuta. Po, dhe 20 vite. Ky 20 vjetor u bashkua edhe me këngën, edhe me projektin, edhe ishte shumë e mrekullueshme. Sa kohë u desh që ta realizoni këngën fillimisht, ta realizoni gjithë këtë peshqesh, gjithë këtë... Të po të kapemi me kohën, me atë unë nuk mund të flasë shumë për kohën, se kohën e ka marrë i dashuri virus. Koha ka qene ati që ai në ka marrë në studio gjithë grupin, që në ka incizu, në ka bërë një pritje të papar. 20 grati që është në shtëpi nuk është e lehtë, Jo. Por në ka bërë një pritje, një ambient familjar kështu, edhe që në incizoj, ati ndoshta i ka shku një 2 javë ditë ati, vetëm me ato gishtat e veta që apo nuk se di. Edhe neve na shkoj po
për afërsisht aq për ta ushtru derisa ta kapim edhe spoti pastaj që doli. Spotin gati tanë dita në shkoj në spot. I keni disa lokacionet ndryshme në Tetov? Për këte i falemderom të vëkohës të Tetovës me udhëhecjen e saj Gjemilja, që e përqafoj nga këtu, që pranoj dhe bëni atë që duheshte ta bën me kamera, me çato që kushtet se si shkojnë ato punë. Koreografin e rrugës, e gjetja, e mënyra këte e boni Remzi Matoshi, një falemderim të veçantë, edhe ajo shlodh shumë, edhe për ta bo pastaj spotin edhe aty ka hargju shumë kohë, që meriton respekt, sigurisht se po. Por për ne të moshuarat një ditë nuk është e lehtë. Koha me diell, hip këndej, zdrip andej, është pak... është sakrificë, është sakrificë, po falë Zotit ne, edhe pse në mosh, e dojmë muzikën. është një aktivitet fizik, mirë po aktivitet edhe emocional, sepse ju jeni zbashku gjithmonë. Të lutem. Dhe sigurisht që ju i keni dhuruar edhe një kartulin të vogël Tetovës me ato eksplorimi në vendet bukura, në vendet mira, të cilat i keni sjellë për publikun. Nuk besoj që ka njeri që nuk e ka vizitu Tetovën, po ata që nuk e kanë vizitu Tetovën, e kanë pa ato vendet më të bukura të Tetovës. Më thuaj pak edhe për festivalin. 20 vite u rumbullaksuan me festivalin, si kaloi, sa ko u desh që të realizohet festivali, sa ko ju mori? Organizimi i festivalit, ne jemi një koqire të ati festivalit, në fakt edhe vetë emnin e ka Teuta. Ky organizohet që 14 vite, grupi ekziston që 20 vite. Në kuadër të këtij grupi, ideja është dhënë për të bërë edhe festivali i grupit Teuta, edhe ne gjithmonë i kemi bërë këto festat në nëntor, po këtë vit të erdhi në shtator, sidoqoftë nuk e di arsyen. Idej për të lëviz në nëntor, se ndoshta do të shkoni në ndonjë festival tjetër. Unë dua të falemderoj të gjithë ato që kanë ndihmu, por organizimin e ka bë Pallati i Kulturës. Se si e kanë bë, e din ato, drejtoresha e re Njomza, më duket e ka emrin, i falemderohem edhe asaj. Ne nuk marrim pjesë në organizimin, ne gjithmonë tentojmë të dalim në skenë mirë, t'i presim misafirët mirë, për këtë punë, kjo do shumë punë. Po, brenda grupit të në thamë, si është ai realizimi, sa kohë ju duhet që të mirë një pjesë në një festival? Ne kemi bo, në këtë rast, kemi bo më shumë se një muj ditë, prova intenzive, për të arrit këtë sukses që u bo. Ne kemi udhëheqës të grupit jeton Pustinën, dhe falemderë shumë që ekziston, se pa te nuk do mundemi, ne nuk mund të dalim. Jo të dalim në bim, por nuk kemi fare sukses pa jetonin, pa shoqërinë Gjeladin Zeqiri, e cila në mbështetën gjithmonë, me orkestrën. Duke fillu nga harmonika Bekimi, mos flas për dullën me klarinetin, dhe gjithë të rritë, drejtori Gjeladin Zeqiri që është blerimi me gitarë, keme mandolin, keme viol, keme violin, dhe për mua është edhe Defi, Remziu, që jep shije grupit. Dhe me thënë, është një punë në grup, vetë asgjë s'bojt, por me të vërtet jemi lodh. Dhe me thënë, se duhet pak më tepër, po, aktivitet, gjdo ditë. Jetoni kërkon të thuj se gjdo natë në prova. Ne kure bëshim njënën bas tjetën, theshim, digjon, nesër jo, se aq është. Por publiku është nda shumë i knaqur, pa edhe ne u knaqëm,
edhe shkëlqyem në një farë forme, kështu na thanë, se ne nuk e shohim Ashtu e lexova edhe unë. Edhe ti ashtu? Po, ashtu e lexova në një artikull që më interesoi ta lexoj. Më pëlqen. Të para përgatitëm për intervistën dhe më pëlqeu ai përshkrimi se e shkëlqeu Tetova me grupin e korit të grave Teuta. Dhe ishte shumë kënaqësi ta lexoj, sepse besoj që pasi publiku e ka pranuar këtë koncert jubilar, e ka pranuar edhe videoklipin aq bukur. Po, në fillim në fakt u dha videoklipi. Po. Edhe ajo ishte një pjesë vërtet dhe për ne fascinuese, megjithëse ne nuk e pam. Po. E pam pastaj, Po. si shpinën ja kishim kthyer. Por shif, për ne mbetet një pasaporte jonë, ose ne kemi të gjithë, shumica jemi mbi 70. Po. Kështu që ne u kënaqëm se do lëm diçka pas. Nuk i dihet jetës gjënon, ha? Kujtimi bukur për familjarët, gjithsesi jetën e kemi përpara, tash mos mendojmë gjëra rënda. Mirë po, është shumë bukur të lejmë kujtimet bukura, sepse ato kujtime janë një farë mënyrë edhe një farë falemderimi i familjes për përkrahjen, i fëmijëve, i njerëzve që na rrethojnë, sepse edhe kjo intervistë edhe për mua dhe për ju është një kujtim i bukur. Sigurisht, kjo mbetet një dokumentacion, por neve si grup, çdo kryetar i qytetit na ka përkrah. Kur ka qenë Teuta na ka përkrah, Bili tash na përkrahan, kushdo që të vjen prap do të na përkrahan, neve nuk na kalon kërkush, do me thonë, pa mbështetje. Shoqëria nuk ka ngjyrë politike. Po sikur ta kishin menduar të vini edhe në Shkup, sepse unë duke biseduar në shtëpi që do ju kem në intervistë, është edhe vjera ime në moshën tuaj dhe tha, po si nuk janë në Shkup, se thash, ne pranojmë edhe prej Shkupi në Tetov. Po, nuk e di se e ka mundësin me udhëtimin, po. A i keni menduar që të zgjeroheni si... Në fakt ne tashi edhe po bëjmë apel. Kemi edhe shumë antare të reja, të cilat janë në marrëdhënie pune, gratë të mrekullueshme, të zoja, të bukura, të përshtatshme, se në grup duhet të jesh i përshtatshëm. Të jesh fleksibël pak, mos kesh ato teket e mia edhe të tuat, po normal se njerëz jemi. Ne duhem të zgjerojmë grupin dhe mundësisht nga pak jetë është kjo, nuk i dim. Në fakt këtë vit ne kemi dalë në bin edhe me një mungesë të madhe, me një dhimbje kemi dalë. Ne na ikum kolegja jonë më e mira që ne udhëhiqte grupin, zonja Ramie, nuk du të kaloj në një me emocion, por ne edhe pse kemi këndu e kemi ndje shumë mungesën e asaj, s'ka shumë kohë që ajo na iku, edhe iku shumë pa pritmas. Unë da nga shoqëria dhe shkoj në shtëpi dhe pushoj, kishte një vdekje për vete shumë të mirë, po për ne ishte një bombë. Mungesa asaj me të vërtet është ndjekër se cila prej neve, ajo që ka pak ndërgjegje. E kemi edhe një zonjë që na ka ikë para disa kohëve, edhe ajo në mungesë. Kështu që ne duhet ta mendojmë se jetës nuk i dihet, asgjë s'kemi në dorë. Këtë që kemi në dorë ne tash po e bëjmë, po e nesër mja si dihet. Kështu që për Ramien me të vërtet... Po, ata, zonja Ramie ishte edhe themeluese, e ka një kujtim të bukur. Po, kemi qenë... Po, me një kolege tjetër që keni qenë në emision. Kemi qenë bashkë me Bashkë edhe, po, edhe ishte. E jeta i ka këto, ne duhet ta pranojmë edhe atë edhe këte, si jeta vazhdon, nuk mund të mbetesh penk i vujtjes, por emocioni sigurisht se është njerëzor. Gjithmonë jemi njerëz, është njerëzor emocioni. Zonja Flora, a ka diçka që ndodh vetëm në festivalet, që ju merr një pjesë të këtë festival, apo diçka të veçantë që ndodh në festival? Jo, neve për shembull na kanë thirrë në Prishtinë, në Shqipëri, kanë qenë në Sloveni, unë s'kam qenë atëherë antare e grupit,
ka edhe jashtë Maqedonisë, nuk është punë e festivalit. Festivali bëhet një herë në vjet. Përpara ne kemi shku 2-3 herë në vjet, kemi dalë jashtë vendit. Pastaj edhe bëjnë organizime vet. Pastaj jetoni është shumë aktiv. Edhe kështu që gjithmonë nuk na le bosh. Mundot të na mban gjithmonë në shpejtësi. Shpejtësi. A kuptosh? Prandaj ju keni marrë pjesë në shumë festivale. Ato rrugën, ajo rruga është kënaqësia për shku në festival, ajo rruga është shoqëria e mrekullueshme që mbesin kujtimet bukura. Si e kaloni rrugën? Si e kaloni arritjen deri te festivali? Deri në Turqi, mendosh. Deri në Turqi, deri në Kosovë, edhe në Shqipëri se ka një 5 orë rrugë. Po. Në fakt ke shumë të drejtë, do me thonë, rruga është ajo që ta jep emocionin e para koshëm të asaj pjesës që të pret. Nga se aty çlirohesh. Ne kemi shumë gra aty që e njohin humorin shumë mirë. Kemi gra artiste të lindura. Se artist nuk bëhesh, artist lindish. Pastaj kanalizohesh ti nëse don, nëse jo. Do të veçoja njënën prej të gjithave, është ne kemi qenë edhe kolege të gjimnazit, Bushe e ka emnin, e kemi edhe me dekorin meret ajo ka humor të papar. Nuk e di, ajo, sa herë që flet ajo dhe 10 herë me ta tregu një barcalet, unë nëse e them nuk qeshën kërkush, por nëse e thot ajo, e dekoron. Është ajo humori intern. është artiste, ajo edhe pikturon, dhe me thonë edhe atë e ka në pasionin e vetë, edhe dekorin e grupit e bën ajo, po edhe në gojë ka dekor. Ka dekor. Dije ta zbukuron. Le tjetë trandofili me fera, ajo bën kret lule, kret gjethet bukra. Kjo është ajo. Edhe me të vërtet, rruga për shembull ne kemi shku 10 orë, 12 orë rrugë, unë edhe ajo në këmbë, prej këtu në Turqi, në këmbë. Njëherë preke shoferi që nisemi e deri janë fund, a i njofim as i njofim njerëzit, s'ka lidhje, që i shërbejmë e u flasim e jemi të lira, e duam jetën. Njeriu kur jeton pa kompleks dhe është vetvetja, nuk do në të bëhet tjetër, kush se unë ardit së në bëhem. Edhe unë do desha atë vend, ta kem se kam. Ama dua të bëhem një ditë si ju. Dua të amvrit të bëhem një ditë si ju. Bravo. Ama nëse je vetvetja, do me thonë, edhe gabimi është njerëzor, apo? Pse duhesh ka të jemi... Perfekt, jo, nuk... Hermetik? Jo. Dhe fundit, kjo mosh, unë sidomos, nuk e dua atë protokolin. E dua pak më tepër rebelizmin. Po e Ariqa ashtu si po të shoh ty të lumtur dhe me shumë pozitivitet, me shumë jetë, me shumë entuziazëm e tregon çdo etapë shumë normale. Tashi, ajo kënga nuk është kot, robi plaket kur don vetë. Edhe është fakt. është fakt. Me i numru vitet janë shumë. Po që shkëm punë unë me vitet, le ta bëjnë ato të vetën, unë ta bëjt timen. Kjo është. Ti duhet pajtohesh me gjdo rrethan që vjen. Dhe nëse nuk i nështrohesh të keqës, e ke mirë punën. Nëse një gripoze, një viroze të vogël, ti... Ti ushtrive, aty ta që fillon terapia pastaj. Ama nëse nuk nështrohesh, e ke malet për t'ja dalë. Dhe me dhënë ti e përgjegjës për shëndetin tëmë. është e vërtet. Udhime dhe tha që në udhime ka të qeshura pa fund, ka gjëra të bukura pa fund. Cila është një gjë që do e veçoje? Diçka të bukur ose diçka një ndodhi interesante që ndoshta është interesante ta ndajmë edhe me publikun. Të që unë së një them të gjitha, se aty ka shumë gjëna për të thonë, sa që ne edhe shoferit i thomi, ti nuk je burr, ti nuk je shofer, mbylli veshët. Te së ne tregojun. Por diçka interesant do të them, kalojmë kufinin nga Shkodra për çku për Kosovë. Kur arritëm aty në kufi, u fut polici mrenda. Po i mbrolët, ti thush, ne me Kalashnikove presim, a kuptojsh, ishte... Unë isha diku në mes. As mirë dita, as mirë mëngjes,
E kështë haru edhe kohën, si duket. Deshte ti mbledh ato, letrat e njoftimit. Në regull, kur më rini kënë, thesh, mirë dita. Mirë dita. Ore, dhe shqeshu pak se s'qemi të tangër, qa ke gjithë të gratë bukra i ke në vetur. Një minibus jemi këtu. Pse? Që t'ke që ke? Kusht ka bo nervos me mëngjes? Njëriu për respektin e grave të moshës, ndryshon pak dhe më pa njëherë. Kujduja i dhash energjia që edhe i hypi e qeshura. Dhe qka boni si përfundim? Nuk ne i mori letrat e njëvrimi, tha kaloni, kjo është për ta tregu. A ndodhit që ndodhin, sën ti tregoj? Se janë të një kategorie tjetër që ardita vetëm ty mund të t'i them, në televizion nuk më lejot. Në regull jemi. Në regull jemi, në regull. Por shoqëri kryojmë gjithë kund. Ku doj që të shkojmë? Për shembull në Bonita, në Durrës, nga Kosova, nga Malizhi, pa dallima janë gra, janë burra, nuk kemi atë kompleksin e shoqërimit. Me të vërtet kalojmë lirshëm, bukur. Ja dim vlerën një në tjetrës, po unë ndalem ke vlerat si cili ti dje të vetë. Jo për të kompleksuar, po për të qëndruar në tokë, me këm të veta. Atëherë kemi letë para çdo kuj që dalim, nuk zverdhemi nëse nuk kemi bë keq. Po, gjithmonë është ashtu dhe shumë bukur që jeni edhe ju një person që jeni me këmbë në tokë, me gjithë vlera që i keni, edhe si personalitet, edhe si artiste, si njeri i cili po e promovoni artin, këngën e bukur qytetare, ju veç më e promovoni dhe me shumë dëshirë, dhe fanatizëm. A keni menduar ndonjëherë të bëni një album me këngë qytetare, që ta mbani edhe atë si një falë ambleme të grupit? Ta lom pas neve, dusht është, ramet këto që e blanë pas, këte dusht të tush. Këto janë gjona shumë madhështore, ta thënë. Ta lini një shembull. Bravo. Grupi Grave Teuta ka shumë vlerë në Tetov, është shumë i respektuar, ndoshta edhe ne vetë nuk i di aq vlerat sa në i njohin të tjerët, dhe edhe jashtë Tetovës. Por për këte që thush për album, jo që se kemi menduar, e kemi menduar, por kjo kërkon edhe një buxhet, kërkon edhe një harmoni, kërkon edhe shumë individ të marrin pjesë aty, se nuk është puna për shembull të shkruaj studio dhe nuk është e thjesht për ta bë. Nuk është e thjesht. Ne me një këngë që na e boni virusi, do të thonë ai ka dalë jashtë çdo kufinit të kohës vet për të na e plotësuar neve, ishte e rëndë për një këngë. E paramendo ta bësh një album. Por, dash zoti, ku ta dish del në një sponsor i mirë, ku e dim ne, ndigjon këtu në video, e shef në televizion. Neve na duhet njerëz që investojnë për art. Po. Neve s'na duhet asgjë tjetër. Edhe ju e keni çka të jepni, kështu që urojmë. Ne japim shpirtin tonë me shpirt. Ne nuk jemi këngëtare profesionaliste, ne kemi grupin Ilirikum, ato të 8. 4 vajzat të mrekullueshme dhe 4 djem. Po spektakël më i kanë bë? Spektakël në këtë festival. E pash. A e pa? E pash, një video e pash. Po qa të them për Remziun që ka boni? Si unë dola mo në bina, në publik. Mbarum ne? Mu vajza më pëlqeu. Vajza. Po ky kur e nisi me dajrën, unë thësh qka u bota është me atë ritmin, pam. Opa, vetëm Remziu mund t'i bon këto surpriza. Ishte një diçka fantastike, edhe ato janë profesionalistë. Ato nuk e gabojnë tonacionin. Ne mund edhe ta gabojmë, mund edhe këngën ndonjëherë ta na ndodhen. Më fal. Po si do qoftë në fund jemi gjithmonë të kënaqura. Të kënaqura. Po, shpresoj që janë të kënaqur edhe ata që e duan t'ju dëgjojnë, duan t'ju shohin, dhe
po shumë e bukur që lini shembuj të mrekullueshëm për gjenerata që vim. Ju kam pa në intervista që thoni më vim se në gjenerata re, ma shpresoj që ka pjesë edhe të gjeneratës re që duan t'i marrin shembuj tuaj, po përpiqen të kurorzohen me artë, të kapen në artë, të bëhen një farloj artistësh. Ardita ti e re, apo? Po jo edhe aqë shumë e re. Të që i aqë i re, sa që unë djalin e kam afer 50-ave. Po. Fëmin e parë, në rregull. Vajza ime e vogël është 31 vjeçare. E di se ajo gjithmonë don të vjen në pushim me ne plakat. E mon pas 30-ave fillon. Jo, që ma herët. Unë i them pse mam don me ne. Thot me ju ka rruga disponim, atmosferë, me ju qeshet, me ju këndohet, me moshën time thot zbëj gjo. Tash i mashtro pyetjen, pse? Nuk e di. Do me thonë, rinia shkon në progres apo në regres? Ku gjindemi? Po, e kemi ndoshta një mesatare. Nuk kemi vetëm në regres, edhe pse këto rjetet sociale, këto gjërat, po na lodhen pak ma shumë. Pak? Pa e shumë. Shpirtin. Rjetet sociale kanë po njeri unë të mbetet bosh. Bosh. Dhe këtu fillon tragedia ma. Ku e ke atë shpirtin, ku e ke atë sofrën, ku e ke atë që ndaje, ku e ke atë mos thënja une. E vëreshti gjithmonë unë. A del në një biset une ma e mira, pse? Brinja kam jo. Ajo duhet të zhduket, ajo ne, të gjithë bashk. Nuk mund ti të krijosh një kor, apo një grup muzikantësh vetë, solist. Pa një herë mund të dalish, jo gjithmonë. Nëse nuk ka punë në grup, nuk ka edhe shije jeta mëj? Po. Në tavolin kur hash me kalabalok, si e hash? Ma lezet? Duke e nda bukën. Kjo është në munges, fatkeqësisht. Kush e ka bo dikush, që ne, dirisa një njeri flet për të kaluarën me nostalgji, këtu do me thonë ka një shenja alarmi. Është dinamika e kohës, është dinamika e orarit, orareve, aktiviteteve jetësore. Po, zemra. Ne mund t'i arsyetojmë gjanat, gjithmonë. Dhe arsyetimi është pranim faj. Çka mund të bëjmë ne ta rregullojmë. Edhe unë kam qenë në marrëdhënie pune. Po. Edhe kam punu edhe jashtë shtetit, nuk kam punu këtu, edhe me ka të punish në Zvicër, e di çdo të thotë. Është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë, po gjithçka është e shpirti. Unë mendoj që gjithçka është e shpirti. Do të thënë, nëse njeriu don, mundën të arrijë gjithçka. Mundet. Nëse don. A njeriu në momentin kur nuk don, fillon dhe arsyetohet. Po koha, po kjo, po këtë kushtet i kanë. Të shkohon gjeti. Organizohe kohën tënde. Po. Ashtu është. Se koha është shumë e shtrenjtë. Është. Dhe ne të gjithë kemi një mision këtu që jemi në këtë botë. Si e hargjojsh ti kohën, si e hargjoj unë, se cili duhet ta mendon vetë. Është e vërtet, Zonja Flora. Çfarë do të kishit dëshiruar që publiku, ata që ju ndjekin si grup, si kor, të marrin shembull nga ju, të marrin unë jëmë pak si një shembull shumë i rëndë. Gjithë ato që na ndjekin, unë pikrisht i drejtom rinis, jo moshës time. Rinin e dua dhe e vuj, se nuk mund ta krahasoj rinin time me këtë lloj rinie sot. Pavarësisht ndryshimeve gjanave, unë rinis du t'i jap përparësi dhe kur e shoh rinin që lulzon, unë kujtoj se do vazhdoj të jetoj 100 vjet. Më japin shumë emocion. Unë rinis do t'i them, duheni vetveten, kuptojeni vetveten, ndërtojeni atë, bëni paq me veten. Mos kërko lumturi, se ajo shumë relative. Bëj paqen me veten, se lumturia vjen dhe shkon.
paq, ta njofish veten është pasuri shumë e madhe, qëndrojsh para çdo kujt, me të metat dhe ato aftësi që ke. Rinia, për rinin, unë du të qaj, për rinin. Moshës time, i them, mos rinë në shtëpi, dil se shtëpia të bën depresione, të bie, edhe duke mos qenë smur, të sëmun. Ato muret e njëjta, ato ftyrat e njëjta, ajo biseda e njëjtë. Çka? Ishin tre shoqe, flishin, njëna thot lava është për lava, tjetra bona turshia bam bam, dhe tjetra rinte tha, më keni neverit. Tha pse? Me bisedat e juja. Po tha, je normal, ti tha, unë i këm bo 70 e kusur, nuk i tha ato të tjerat. Dhe du flasë për turshi, për pastri, për i ke bo për vete. Më thuj, tha, ku ke shëtit, qka ke ledzu, me këjeta ku, qa mendimi more, qka ndrove, këte më thuj. Sa bukur veshe, si u lave, si u shpërlave, këte thuma. Jo qka ke bo, njaft. Dhe kjo pjesë mbaron dikur, me të vërtet duhet të kthesh në veten tënde. Se duke qenë vetvetja, ti ndihmosh çdo kujt. Se ti ke përgjegjësi për vete, apo? Atëherë unë jam e gatshme edhe Arditës t'i jap një ndim, një dror. Se Ardita ka më shumë nevojë për mua se sa unë për Arditën. Ardita rritën fëmijë, apo? Është e vërtet. Ai duhet një njeri në shtëpi. Unë jam në shtëpi. Nëse Arditës i duhet kjo dorë, le ta menaxhon si duhet, që të më ketë pranë. Është kështu. Ai bashkëpunimi. Bashkëpunimi është me rëndësi gjithë. Shumë. Edhe mirënjohja është shumë nivel. Ne duhet të jemi mirënjohës, falemnderues, ajo është një farë lloj bashkëpunimi i ndërsjellë, sepse reciprociteti ka jetë. Po gjithmonë është reciprociteti. Nëse unë të dua dhe ti s'më do vdesim shpejt, njena do jeton. Një dashuri shuhet, pa reciprocitet nuk ka. Mirë po ja që tha, sa fitoni ju, tha kaq, po si jetoni, ashtu. Po si ju del, kështu. Ne ja dalim, në një farforme jemi të gjallëruar, të aft, nga asgjë bëjmë një diçka, e mbulojmë atë pjesën që të sofrës, mundemi të bëjmë. Vullneti e bën këte, jo pasuria. I pasuri nuk bën, nëse s'ka këtu pasuri. Pasuria është këtu. Gjepi mund të kesh, mund më kesh. Sot ke ti, nesër ka mund. Por pasuria shpirtërore nuk blihet, as nuk jepet, oj ke ose ke. Miret, pasuria është fjala, pasuria është këshilla, pasuria është shoqëria e bukur. Sigurisht. Unë e shoh që jeni shumë të pasura ndërmjet vete. Shumë. Si kaloni përditshmërinë, si kaloni ato takimet me grupin, aktivitetet jashtë punës, jashtë asaj që duhet... Ma shumë jemi jashtë punës, më shumë mërzit se si jemi të punës shumë. Jashtë aktivitetit të punës, të këndimit. Kur kemi koncerte, prova, gjona, ajo dihet në ora 7, në ora 6, mbas dite do mlidhe me aty ke vendi caktuar, me dirigentin, me orkestrën, ajo është tjetër gjë. Pas asaj ne kemi tjetër ritual. E lëm provën dhe shkojmë dikundi. O ham, o pim, o flasim, o qeshemi, tallemi, bëjmë humor njëna me tjetrën, kritikohemi, të gjitha jemi qaty. Mëngjezi i nesër na gjen dikun në një lokal, të pim një kafe, një çaj, gjatë verës rreth lumit kemi do lokale të çajit të rusit, aty takomi, erë freskët, flasim, na njohin, na shërbejnë mirë, ndihemi mirë, për punë nuk e kemi qef. Unë se kam qef flas për punë, seriozisht. Unë me doja mos do të pyes, tash janë aktivitetet e nëntorit, ju zakonisht e bëni festivalin në nëntor dhe festivali veçmore. E kemi bë, tash doli në këtë kohë. Ku realizua? A do thoni dikun për nëntor, a do shkoni, a keni plan të shkoni? Tash me 11 kemi, me 11, kur i bëjmë tash? Tetor. Në Peshkopina kanë thirrë. Në Nëndor shpresoj të kemi ndonjë koncert. Ndoshta do të ketë ndonjë solist i cili të bën një solo ashtu, edhe aty ka disa pretendime. Por
unë besoj se jetoni nuk na let flejmë. Se e din se me na zonë gjumi s'ngremi, pas taj, kështu që gjithmonë në mbanë në lëvizje. Zonja Flora, unë shpresoj që do të kem përsëri pjesë të emisionit. A do vish? Do vish. Do vish. Se unë të mundova të vish prej Tetove në Shkup, po... Shumë ftofët ishte dhe me të vërtet ishte një... Ardita për të promovu vlera, ja vlen. Se njeriu i ka ndru vendet e vlerave, se antivlera e ka mund vlerën dhe kështu me radhë, por jo që s'ka vlera. Ka. Ai që i di vlerat, di të vlerëson, ai që si di, fatkeqësisht si din. Ne jemi gjithmonë të gatshëm të promovojmë vlera, se ne e dim se vlera nuk ka vdekje, mund të ketë dështim për një kohë të caktuar për x arsye, mos kapemi dikund ku s'duhet, por vlerat si vlerë mbetet vlerë. Mbetet vlerë gjithmonë. Ftyra e qeshur nuk mund të jep energji negative. Negative. Jo. Zonja Flora, unë kisha bisedu gjithë natën me juve. A dhe flejmë këtu? A pranon televizioni? Jo. Në fund, kur ta mbarojmë emisionin, i shukin dritat. Veç ajo e di që është problemi, dhe ata shumë shpejt që duhet të vrapoj me këto taket që t'i veshim atletet. është shumë kënaqësi ndjeva në këtë bisedë tonën dhe të falenderoj pafund që erdhe, e pranove ftesën, biseduam për këngën, biseduam për koncertin dhe shpresoj kërkoj falje, ndoshta kam harru diçka se i përket grupit dhe orkestrës, aty kam pak ndjeshmëri të tepruar. Do të thras në një emision tjetër të flasim për këshilla. Më kënaqe me këshilla. Po? Po. Nëse do në të dish, unë kam punu 10 vite në shërbimin psikosocial. E di, prandaj po e thëmë, po. Por këshillat e mia nuk e di a i do në ti, se jenë pak më të vjetruar. Jo, u knaqa, unë u knaqa. Biseduam për reciprocitetin, biseduam për pozitivitetin. Aty ka tema shumë, janë të gjana ato tema, dhe janë, sa janë të dashura, aq janë edhe të lodhshme, nëse bashkëbiseduesi nuk është ndëgjuesi mirë. Unë jam dëgjuese mirë. Bravo. Tha, është më letë të flasish apo të ndëgjosh. Nëse paraqitet një problem, do me thënë ndëgjimi është më i rënd, nëse pala tjetër kërkon përgjigje, se duhet edhe të ndëgjon, edhe të përpunon se si të reagon. Kështu që ndëgjuesi gjithmonë ka vlerë. Ka vlerë. Zonja Flora, faleminderit shumë. Uroj që të ritakohemi sërisht. Me Zotin pare, inshallah të kemi jetë, se e kemi atë strofën e fundit të grupit, thot, e kam vetë moshe bukur kjo pleqëria, gjë më të mirë bota se ka, i ku mosha shkojrinia, në kam vetë me bë se fa. A e përcakton kjo këtë mosh? A i thot të gjitha kjo strofë? I thot. I thot. Dhe lejoja moshës të tretë të jeton? Kështu që ju të reguat dhe të regoni që ka jetë dhe ka shpresë edhe për neve. Ka. Që e presim të vija jo mosh. Vetëm të doni. Për gjithë shka ka shpresë nëse duash. Gjdo gjë mund të ndryshosh nëse duash. Aty fillon ndryshimi. Nëse unë dua të bëjnë ndryshim, unë ndryshoj ala. Unë ndërtoj personalitet ala me këto 70 e lartë. Si tjerat si të regoj. 7 që më pëlqen, mjafton. Më dukesh sa moshe e vjerës time. Mjaft. Ashtu ma jepat përshtypje. Mjaft. Të falemderoj ty shumë, i falemderoj shikuesit shumë që në ndoqën dhe do t'i lënë në knacin e projektit të tuaj muzikor, e projektit të grupit dhe të korit Teuta. Të ndjekim në vazhdim të nderuar shikues edhe këngën e bukur, himnin e korit Teuta, këngën Teuta. Po.